kemi një prezantim me disa tema interesante, kemi 4 mjek të nderuar të cilët do na ndihmojnë në prezantimin e këtyre materialeve. Doktoresh Ergita Nela, profesore asociuar, mjeke endokrinologe pranë mjekësisë interne. Doktoresh Stella është mjeke gastroenterologe pranë QSU-tës. Doktor Lejdio Çollaku është mjek reumatolog pranë QSU-tës. Gjithashtu do na bashkangjitet pak më vonë. Është duke ardhur edhe doktor Sokol Asho, është mjek kirurg, shefi i këmbës diabetike. Do flasim për një produkt shumë cilësor. Pa unë burko, unë kam bërë një planifikim të informacion të përgjithshëm të kësaj agendës së workshopit. Sigurisht, mikpritjen do t'ja lë fjalën CEO-s së kompanisë Eurofarma për të shprehur një falënderim dhe për dhënë disa informacione mbi kush është Eurofarma, misionin që ka, historikun e saj dhe vlerat që përcjellim me produktet tona, duke vënë gjithmonë dhe vetëm në fokus cilësinë. Do kemi 2 seksione. Seksionin e parë do prezantoj doktoresh Ergita, doktoresh Stella, ndërsa do kemi një break që na është ofruar nga Era Catering. Në seksionin e dytë do prezantoj doktor Lejdio dhe doktor Sokoli. Atëre, këto janë tematikat që do prezantohen. Megjithatë do të shikojmë më në detaj. Hajde një vazhdo. Pa unë burko doja të jepja fjalën Marinës, CEO së kompanisë Eurofarma, për një fjalë përshëndetëse. Faleminderit shumë gjithëve që keni ardhur këtu sot. Për ne është një nder që jemi në auditoriumet tuaja, ju keni kaluar historitë tuaja këtu, doktorët kanë kaluar, tani kalojnë brezat e ri, kështu që është një nder që jemi këtu. Faleminderit që doktoreshave që na kanë nderuar sot dhe do flasin për produktet tona. Unë me pak fjalë thjesht 2 llafe për Eurofarmën. Eurofarma është themeluar në vitin 1993, është një nga depot e para farmaceutike në tregun shqiptar, u themelua nga baba im i cili ka qenë gjithashtu doktor. Me kalimin e viteve ka evoluar, i mat vdiq dhe mora unë në administrim bashkë me tim shoq. Fokusi i tij, duke qenë se ka qenë doktor vet, ka qenë gjithmonë që të fusi produkte sa më cilësore për tregurin shqiptar, kështu që unë dhe im shoq kemi vazhduar me këtë trend. Dhe një nga kompanitë që jemi shumë një njohës që e kemi në treg është Epsilon Health, që është zoti Nestor është CEO i Epsilon Health dhe ka ardhur sot na ka bërë nderin të vi dhe të shohë dhe këtë prezantim që kemi bërë ne për produktet e tij. Uroj që të merrni sa më shumë informacion, të jetë i vlefshëm për ju, se për ne është shumë i vlefshëm. Faleminderit shumë. Ftojmë doktoresh Ergitën. Faleminderit shumë doktoresha. Atëherë së pari falenderoj Eurofarmën për këtë aktivitet të organizuar dhe gjithë auditorin për pjesëmarrjen e tyre. Atëherë do flas për Arikol Jumpin dhe përdorimin që gjen ai në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në organizëm. Atëherë, kolesteroli e dim të gjithë që është një substancë e rëndësishme në organizëm, e cila është një prekursor i steroidogjenezës dhe pastaj te i kalimi i normave të tija në vetvete është një rrezik për shëndetin kardiovaskular. Atëherë në vetvete kolesteroli qarkullon në organizëm në gjak nëpërmjet i lidhur me proteinat, duke përbërë ato të ashtu quajturat lipoproteina, dhe ne në profilin lipidik, në praktikën e përditshme, ato të 2 më të rëndësishmet që vlerësojmë nga kolesteroli është lipoproteina me densitet të ulët, ose LDL siç e njohim në praktikën e përditshme, apo siç e njeh populli kolesteroli i keq, dhe lipoproteina me densitet të lartë, e cila është HDL-ja apo kolesteroli i mirë, siç e quan populli. Ndërkohë që të dyja janë shumë të rëndësishme për shëndetin kardiovaskular dhe për eventet madhore kardiovaskulare.
Atëre, ajo që është më e rëndësishme dhe që është pika kyçe në monitorimin e profilit lipidik është LDL-ja, e cila në vetvete mbart një ritm të jashtëzakonshëm, pra vlerat e rritura të LDL-s, mbarti një ritm të jashtëzakonshëm për pjesën e ngjarjeve, eventeve madhore kardiovaskulare, ndërkohë që LDL-ja është në funksion të saj dhe ndihmon, si të thuash, në heqjen e kolesterolit të tepër, duke e shpërngulur në hepar, ku bëhet eliminimi i tij. Ndërkohë, nga ana tjetër, përveç kolesterolit, sigurisht janë shumë faktorë të tjerë që ndikojnë në riskun kardiovaskular, përfshirë dietën jo të shëndetshme, mungesën e aktivitetit fizik, pra jetën sedentare, apo predispozicionin gjenetik, pa haruar edhe sëmundjet bashkëshoqëruese. Atëherë, cilat janë mënyrat për të ulur kolesterolin? Sigurisht që trajtimi është jo farmakologjik, me të cilin ne fillojmë së pari të pacienti për të kaluar pastaj te trajtimi farmakologjik. Trajtimi farmakologjik përfshin një ushqyerje të shëndetshme me dietën mesdhetare, dietën dash dhe përdorimin e shmangjen e yndyrnave të ngopura. Aktiviteti fizik, që sigurisht është një nocion i rëndësishëm në praktikën e përditshme, sidomos në rastin kur kemi një profil lipidik të alteruar, rekomandohen minimalisht 10.000 hapa në ditë, apo një trajnim apo ushtrime 30 minuta për të paktën 5 ditë të javës. Dhe në momentin që ne sigurisht i ezaurojmë këto të dyja, para se të kalojmë te trajtimi farmakologjik, pse jo mos tentojmë edhe me suplemente natyrale të cilat kanë efekte zero negative në organizëm. Dhe një e tillë është edhe Arikol Xhampi, që është një suplement dietetik i cili ndihmon në mbajtjen e niveleve normale të kolesterolit në organizëm. Atëherë në përbërje të tij përmban monakolin K, që është nga orizi kuq i fermentuar, që unë do i shpjegoj më vonë se çfarë janë, dhe koenzimën Q10. Atëherë cilat janë përfitimet e Arikolit? Domethënë nëse i kthehem edhe një herë përbërjes së tij, s'kthehet mbrapsht kjo? Atëherë, nëse i kthehem edhe një herë përbërjes së Arikol Xhampit, përmban monakolin K nga orizi kuq i fermentuar, thash. Monakoli K ka një skemë, është substancë, ka një formulë të ngjashme me lovastatinën, por që është tipike, domethënë formula me lovastatinën, por që efektet anësore nuk kanë të krahasuar me statinat. Përmban koenzimën Q10, e cila është një antioksidant i fuqishëm dhe njihet antioksidimi për vlerat e tij në shtratin kardiovaskular, ndërkohë që nëse i referohemi statinat, ato e ulin sintezën e koenzimës Q10, duke bërë që në përdorimin e statinave të shfaqet miopatia. Nga ana tjetër, në përbërje të Arikol Xhampit ka një sër vitamina, është vitamina B1, B6, acili folik, të cilat së bashku ndihmojnë në metabolizmin normal të homocisteinës, e cila dhe kjo në vetvete, në vlerat të alteruara të saj, përshpejton aterosklerozën duke rritur eventet kardiovaskulare me pasojat përkatëse. Atëherë, duke qenë një përbërës natyral, sikur e thash, efektet anësore janë pothuaj zero, ndërkohë që përfitimet janë shumë të mëdha. Rekomandohet një tablet në ditë pas vaktit kryesor dhe zakonisht ne përdorim një tablet në darkë Arikol Xhampin, sikurse përdorim të gjitha statinat e tjera. Sigurisht që përdorimi ka nevojë për konsultën e një mjeku, sepse është ai që do vendosë për përdorimin e një preparati të tillë, pavarësisht se është suplement. Atëherë nëse i referohemi efekteve karakteristikave të Arikol Xhampit kundrejt statinave, ju thash që pak a shumë mekanizmat janë të njëjtë, por efektet anësore janë minimale, ndërkohë që efektet anësore të statinave i dim se cilat janë dhe janë efekte të rëndësishme realisht. Atëherë në krahasim me statinat, përsëri Arikol Xhampi ul LDL kolesterolin, që është shumë e rëndësishme dhe është pikë kyçe në mjekimin e profilit lipidik, dhe rrit HDL-n natyralisht, ndërkohë që statinat kërkojnë një monitorim mjekësor për shkak të efekteve anësore që mund të japin qoftë në hepar apo në muskull.
Studimet kanë treguar se monokolina K ndihmon në uljen e kolesterolit apo koenzima Q10 ndihmon në reduktimin e lodhjes dhe përmirësimin e shëndetit të zemrës. Këto janë ato përbërësit që unë i përmenda dhe më sipër me efektet që kanë në organizëm. Sigurisht që përdorimi i një preparati për uljen e profilit lipidik nuk do të thotë që ne të lëmë qoftë aktivitetin fizik, qoftë dietën e shëndetshme. Do me thënë, ato shkojnë të gjitha, janë si të thuash si këmbët e një ure, shkojnë të gjitha paralel me njëra tjetrën për të patur në fund atë profilin e dëshiruar dhe për të shmangur eventet kardiovaskulare, sepse fundit ky është qëllimi jonë. Një informacion i përgjithshëm më i detajuar pastaj mbi Arikol Jumpin, që është një suplement i bazuar në studime shkencore, përmban 10 mg monakolinën K nga urizi kuq i fermentuar, përfshin 50 mg koenzim Q10, është një formulë e zhvilluar për të ndihmuar në uljen e LDL kolesterolit, por pa efektet anësore të statinave dhe përdoret kryesisht nga individ që kërkojnë një alternativë natyrale për të mbajtur kolesterolin në nivele të shëndetshme. Këto janë ca pyetje që mund të dalin rrugës, a mund të përdoret me ilaçe të tjera? Mund të përdoret me ilaçe të tjera, por jo me statina. Pra nuk mund të mjekojmë një profil lipidik të alteruar qoftë me statina, qoftë me suplemente. Pra nuk mund t'i kombinojmë të dyja bashkë. A ka efekte anësore, doli gjatë rrugës që efektet anësore janë pothuaj zero. Sa shpejt mund të shihet efekti? Efekti mund të shihet me 2-3 javshin e parë të përdorimit dhe është evident i provuar me studime shkencore. Pra si përfundim, menaxhimi i profilit lipidik i kolesterolit në të dy zërat e tij, qoftë LDL, qoftë HDL, është thelbësor për shëndetin afatgjat kardiovaskular, duhet ta mësojmë këtu, dhe Arikol Jumpi mund të jetë një alternativë natyrale ndaj statinave për shkak të efekteve të pakta ose fare efekteve anësore që ai nuk ka. Në qoftë se keni ndonjë pyetje. Faleminderit. Shumë faleminderit, doktoresha Ergita. Doktoresha bëri një shpjegim të plotë mbi produktin. Unë do të shtoja vetëm diçka, avantazhi krahasuar dhe me produktet e tjera në treg është fakti që monakolina K është në dozën 10 mg, shumë më e plotë se sa konkurrentët në treg të cilët limitohen te doza 3 mg dhe kutia përmban 60 tableta. Pra një kuti shërben për 2 muaj për pacientët. Kjo përsa i takon anës financiare, sepse sigurisht ky është një produkt i cili do përdoret në kohë afatgjatë, pra jo për një përdorim akut. Që faleminderit shumë, me shumë kënaqësi i jap fjalën doktores Stelës, vetëm 1 sekond doktoresha, sa ta ngarkoj dokumentin. Përshëndetje të gjithëve, sa të ngarkohet dokumenti. Falenderoj Eurofarmën, Marinën, falenderoj Y Farmën dhe miqtë grek që na kanë nderuar, të gjithë ju që jeni pjesëmarrës këtu dhe gjithë stafin e Eurofarmës. Atëherë, duke qenë në muajin mars, përpara se të filloj diskutimin tim, që është muaji i ndërgjegjësimit dhe trajtimit dhe luftës ndaj kancerit kolorektal, le të themi preparati im është i lidhur drejt për drejt me këtë muaj. Çfarë do të thosha? Në të gjithë botën, si nga guideline-et amerikane, ashtu europiane, është ulur mosha e realizimit të kolonoskopisë së parë për parandalimin e kësaj patologjie. Është një nga 5 kancerët kryesor të njeriut me një tendencë rritje në të gjithë botën e zhvilluar, europiane, amerikane. Atëherë, për çfarë na duhet, unë do të flas për makrogolin. Për çfarë na duhet makrogoli? Makrogoli është një preparat, një laksativ osmotik, i cili është i domosdoshëm në përgatitjen dhe pastrimin e zorrës për realizimin e kolonoskopisë, kryesisht kolonoskopisë, por jo vetëm në gastroenterologji. Është një preparat me përdorim të gjerë diagnostikues, si në radiologjin diagnostikuese apo edhe në kirurgjin terapeutike. Atëherë, procedura diagnostike, thash, kolonoskopia është ekzaminimi kryesor bazë
për diagnostikimin e gjithë patologjive të zorës së trash. Sot edhe të zorës së hollë, jo kolonoskopia, por enteroskopia. A mund të realizojmë një kolonoskopi pa ideale, pa një realizim dhe një pastrim sa më adekuat të zorës? Kjo është e pamundur. Pse? Gabimet që ne realizojmë gjatë procedurave tona diagnostike janë mjaft të mëdha. Prandaj, qëllimi i pastrimit të zorës është mjaft i rëndësishëm. Këtu i kushtohet një rëndësi të veçantë edukimit të pacientëve gjatë përdorimit të preparateve laksative dhe në rastin konkret të makrogolit. Pse? Sepse rritet shkalla e diagnostikimit, veçanërisht e lezioneve mjaft të vogla të cilat më vonë mund të jenë gjeneza e kancerit kolorektal. Pra, një pastrim, sipas klasifikimit Boston, ideal do të ishte ai me maksimumin e pikëve. Atëherë, thash dhe njëherë që makrogoli është një laksativ osmotik. Duke qenë laksativ osmotik, mekanizmi i veprimit të tij është në momentin që arrin në zorën e trash, ka tendencën nëpërmjet mekanizmit të osmozës të përthithi ujin nga shtrati bazal dhe ta vendosë atë në kolon. Dhe kjo lehtëson mjaft përgatitjen e zorës duke eliminuar feqet që cilat janë të ngurta, arrin të ngurta në këtë nivel dhe duke bërë një pastrim më adekuat. Le të themi, shkalla e efektivitetit të këtij laksativi ka të bëjë kryesisht me zbutjen e masës fekale dhe duke dhënë një pastrim sa më të plot. Atëherë, folëm për makrogolin, ndërkohë preparati më efektiv është Efekol Prepi, i cili në vetvete ka një kombinim të makrogolit 3350 me simetikonin. Simetikonin në këtë rast është ndihmës për uljen e distensionit abdominal, i cili është mjaft prezent në momentet dhe gjatë kohës së përgatitjes së pastrimit të zorës. Gjithmonë tham për para ekzaminimeve diagnostikuse. Si përdoret para ekzaminimeve diagnostikuse? Zakonisht një ditë përpara dhe mekanizmi i përdorimit është shumë i thjeshtë. Është mjaft i lehtë për pacientin, mjafton një, le të themi, gjysmëdite dhe pacienti është në gjendje të përgatitet për një kolonoskopi adekuate. Kuptohet që në ditët më përpara jepen edhe përshkrime që pacientët të përdorin ushqime të buta dhe kryesisht të bardha. Veçanërisht në pacientët që vuajnë nga patologji të rënda të konstipacionit, të cilat mund të jenë të natyrave të ndryshme, qoftë edhe demielinizuese, siç mund të jetë rasti i Parkinsonit, ose personave me demencë, ose personave kryesisht psikiatrik, ku përgatitja e tyre është mjaft e vështirë, në këto raste unë do të rekomandoja shumë me kombinimin përpara përdorimit të Efekolit një ditë përpara, të dhënies së makrogolit disa ditë përpara në doza të ulta. Atëherë, në ditën e përgatitjes për kolonoskopi, normalisht paketimi përmban 4 bustina, 2 bustina trete në 1 litër ujë dhe pihen çdo 15-20 minuta një bustinë. Kjo kohë mund të jetë gjithmonë individuale, mund të shtyhet edhe pak, mund të jetë edhe deri në 30 minuta çdo gotë përgatitje. Përveç kësaj, pas mbarimit të ciklit të parë, e mira është të pim gjysmë litër deri në 1 litër ujë. Dhe pas përfundimit të 2 bustinave të para, e njëjta gjë bëhet me 2 bustinat e dyta. Kështu që mjafton një përgatitje gjysmëdytore që pacienti të jetë i gatshëm për realizimin e kolonoskopisë. Pra në total nuk ka nevojë më shumë se sa 3 ose 4 litër ujë, e cila është mjaft e përballueshme për pacientët e të gjitha moshave dhe të gjitha gjendjeve shëndetësore. Atëherë, procedura diagnostike kryesore, thash, padyshim kolonoskopia është më e rëndësishmja. Këtë e them jo si gastroenterologe, por më tepër si një mjeke për diagnostikimin e një sëmundje me trend rritje në popullatën shqiptare. Dhe kur them trend rritje, jo vetëm në moshat e mëdha, por shohim trend rritje në mosha të reja të kancerit kolorektal. Kjo e lidhur mjaft edhe me mënyrën dhe ndryshimin e të jetuarit dhe stilit të jetës që ka popullata shqiptare në ditët e sotme. Doktoresha foli shumë më gjatë për sa i përket rrisjeve të kequshqyerjes dhe të mungesës së aktivitetit fizik. Atëherë, patjetër në radiografinë e traktit tretës, pra tham, nuk është vetëm metodë diagnostikuese për kolonin
në kolonoskopi, por ka mjaft metoda të tjera që përdoren në radiologji, të cilat janë të nevojshme dhe duan një pastrim adekuat të zorrës. Në këto është edhe rezonanca kolonografike ose skaneri kolonografik, të cilat ndihmojnë mjaft në le të themi vendosjen e diagnozës përpara realizimit të kolonoskopive. Në ekon abdominale do të thosha vetëm në rastet të veçanta, jo gjithmonë është e domosdoshme. Për sa i përket pastaj sigmoidoskopisë me patjetër. Sigmoidoskopia shpeshherë na ndihmon në ekzaminime afatshkurtra. Pra atje ku ne dim se çfarë kemi realizuar më përpara, për i kontrollin e një sëmundje inflamatore të diagnostikuar më përpara, ku nuk kemi nevojë gjithmonë të realizojmë një kolonoskopi totale, ose le të themi kur na duhen metoda jo vetëm diagnostike, por dhe terapeutike të kolonoskopisë. Mjafton vetëm sigmoidoskopia. Atëherë, a ka avantazhe ky preparat ndaj laksative të tjerë që qarkullojnë në treg? Mendoj që po. Kjo jo vetëm nga eksperienca ime, por edhe kryesisht nga të dhënat e literaturës dhe nga vetë përmbajtja që ka preparati. Atëherë, do ta krahasoja me dy grupet kryesore që janë në treg dhe përdoren, me sulfatin e magnezit. Në krahasim me sulfati magnezit është një preparat, do të thosha, goxha i rënd, goxha i fort në thonjza, me një agresivitet mjaft të lartë, duke dhënë çrregullime hidroelektrolitike të shumta, veçanërisht në moshat e mëdha, ku përballohet me mjaft vështirësi dhe është në gjendje të shkaktojë dehidrim. Ndërkohë, për sa i përket efekolprepit, nuk kemi ndryshime hidroelektrolitike dhe nga ana tjetër, duke na dhënë një zvotim të butë të masës fekaloide, nuk na jep dehidrim të pacientëve. Për sa i përket përmbajtjes së flit laksativëve, pra janë me një emër flit të tërë, kanë një tendencë për të dhënë dëmtime renale. Prandaj shpeshherë në grupe të caktuara pacientësh është i kundër indikuar. Veçanërisht në moshat e treta nuk do ta preferoja si preparat. Atëherë, a ka kundër indikacione si preparat? Kundër indikacione nuk ka vetëm efekolprepi, por kanë të gjithë preparatet që mund të përdoren për pastrimin e zorrës, për realizimin e kolonoskopisë, pra nuk po flas vetëm kundër indikacionet e efekolprepit. Në të gjitha rastet kur kemi suspektime, dyshime për ileuse, kur kemi rastet e stenozave të mundshme, qoftë edhe stenozave të sipërme të zorrës së hollë, janë të kundërindikuara të gjitha preparatet laksative normale dhe laksative për përgatitjen e kolonoskopisë. Gjithashtu, në format e rënda të sëmundjeve inflamatore të zorrës, qoftë morbus Crohn, qoftë në kolitin ulceroz, do të thosha të mos përdoreshin. Pastaj efekte anësore, mund kemi kryesisht shqetësime të traktit gastrointestinal në përgjithësi, në qoftë se pacientët kërkojnë të përgatiten shumë shpejt, në qoftë se nuk le të themi janë të imobilizuar, nuk janë aktiv gjatë kohës së përgatitjes dhe marrjes së preparatit, atëherë kanë më shumë shanse të kenë ndjesinë e nauzes, të distensionit abdominal. Kjo ndodh në përgjithësi me të gjithë laksativët që merren në rastet e këtyre grup pacientëve. Atëherë, si përfundim do t'ju thosha, makrogol prepi, efekol prepi është një preparat efikas për përgatitjen e zorëve, për realizimin e procedurave diagnostike dhe terapeutike të kolonit. Dhe për të pasur një përfitim maksimal gjatë marrjes dhe përgatitjes, duhen ndjekur udhëzimet sa më mirë dhe të zbatohet një protokoll i përgatitjes së pacientit mjaft i kujdesshëm. Në këto raste, në përgjithësi, qendrat endoskopike kanë infermier dhe mjek të cilët merren me përgatitjen e pacientëve. Prandaj, në shumicën e herëve, përgatitja, jo në shumicën e herëve, kur përgatitja është efikase dhe le të themi pacientët janë të vëmendshëm në realizimin e gjithë këshillave, përgatitja është optimale dhe e suksesshme. Tjetër gjë që do të thosha, faleminderit, përpara faleminderit, që nuk ishte në slajde, nga ana tjetër pacientët shqiptar u intereson gjithmonë edhe kosto-efektiviteti. Krahasimisht me laksativët e tjerë që përdoren në tregun shqiptar ka çmim mjaft më të leverdishëm
në krahasim me preparatet e tjera. Ju faleminderit. Faleminderit shumë doktoresha. Unë Sokol Hasho, jam mjek ortoped për rreth 25-30 vjetësh dhe 15 vitet e fundit të jetës time po I kaloj duke trajtuar këmbën diabetike. Këmbë diabetike për ata që janë specialist në mjekësinë e përgjithshme, por edhe në kirurgji, është një nga sfidat e jetës për shkak të problematikave që ka dhe të gjerësisë në të cilat ajo është involvuar. Natyrisht problemi më I madh që ka këmba diabetike problemi më I madh është aftësia që ajo ka për të prekur të gjitha organet. Diabeti si sëmundje është aftësia për të prekur të gjitha organet. Pra nuk ka pjesë të trupit tonë që nuk është e prekur nga efektet e dëmshme të zgjatura të diabetit. Dhe në këtë pjesë hyn dhe këmba diabetike. Është problem serioz sepse në momentin që shfaqet këmba diabetike, pacienti është I involvuar në të gjitha sistemet, por ato që janë më të prekshmet janë dy më seriozet. Problemi I qarkullimit të dobët të gjakut në sistemin periferik, neuropatia diabetike dhe natyrisht përzierë është dhe infeksioni dhe plagët të shtrira në kohë. Në qoftë se do të merreshim, më shoh që ka dhe studentu dhe natyrisht plagët janë të ndara në plagë të thjeshta, ato që janë ulçrat e pa komplikuara, dhe pastaj duke vazhduar shkallë deri në nivelin e gangrenës, që janë 5 shkallë sipas disa klasifikimeve ndërkombëtare, por ne jemi të fokusuar tek ajo pjesa e mesme dhe te pjesa e ulët, sepse te pjesa e gangrenës pastaj zgjidhjet janë pak më të vakta. Prandaj këmba diabetike përbën një problem edhe mjekësor, por dhe social, për shkak të nevojës që ajo ka për amputim, duke filluar që nga amputimet e vogla deri te amputimet e mëdha. Sipas referimeve që kemi sot të shoqatës ndërkombëtare të trajtimit këmbës diabetike, e cila ka përcaktuar dhe protokollin dhe trajtimin e këmbës, për trajtimin dhe për ndjekjen e këmbës diabetike, në çdo 8 sekonda në të gjitha anët e globit ka një amputacion, duke filluar që nga amputacionet e vogla deri në amputacionet e mëdha. Prandaj, kërkon një monitorim, trajtim, edukim që është më I rëndësishmi, që është në krye të gjithë shkaje, dhe për këtë hyn kontrolli I nivelit të gjakut, higjiena dhe kujdesi, vajtja vazhdimisht tek mjeku specialist, bërja triazhit për sa sirë situata dhe cila është koha që duhet ndiqet, dhe natyrisht këtu bëjmë pjesë edhe produktet farmaceutike, mjekësore, qoftë për parandalimin, qoftë edhe për trajtimin e plagëve. Një nga pjesët shumë të rëndësishme të trajtimit të plagëve është dhe veprimi antimikrobik apo trajtimi plagëve të infektuara. Silbeni. Silbeni është një produkt nanoriperi, është një produkt që unë, me thënë të drejtën, e kam takuar shumë vite përpara, në pjesëmarrjen time të parë që kam përpara shumë vitesh në Hag, ku ne kemi qenë për të ndërtuar protokollin ndërkombëtar të trajtimit të këmbës diabetike, kam takuar Silbenin. Silbeni është një sprite I cili në përmbajtjen e vet ka argjend, ka ioni argjendi. Po çfarë bën Silbenin të veçantë? Çfarë bën diferenca? Të gjitha produktet që janë shumë të vjetra, domethënë argjendi në përmbajtjen e medikamenteve për mjekimin e plagëve, për parandalimin e infeksionit, për trajtimin e gjatë është shumë I vjetër. Është shumë I vjetër. Por çfarë bën Silbenin të tillë që e bën të veçantë dhe e bën produktiv në trajtimin e saj? Por vetë përmbajtja nano që ka, pra është në formën e grincave, sepse fjala nano në këtë rast nuk ka ndonjë wow, thjesht është imazhi I llogaritjes së molekulës së argjendit, I cili është në përmbajtjen e vet I përzier me një antiseptik shumë të fuqishëm dhe me dioksidin e titaniumit, çka e bën këtë një formulë shumë të rëndësishme dhe shumë të fortë në trajtimin dhe në parandalimin e infeksioneve. Pse e ndodh kjo? Kjo ndodh për disa arsye. E para duke qenë pluhur, shpërndarja, difuzioni I saj në të gjitha llojet e plagëve, qoftë në ato të thellat,
qoftë dhe në ato sipërfaqësore, është pothuajse gati 100% i garantuar. E dyta, ajo në përmbajtjen e vet duke pasur argjendin si vetë një molekulë që është provokative për të ndihmuar dhe për të provokuar qelizat e rigjenerimit, ka efekte fantastike në rigjenerimin dhe në shpejtësinë e rritjes së granulacioneve. Natyrisht, duke pasur dhe oksidin e titaniumit brenda, ajo redukton inflamacionin. Të gjithë e dimë që një nga arsyet pse nuk shërohemi ose pse plagët nuk shërohen shpejt, është inflamacioni, është kordoni inflamator që krijohet në buzë të plagës, i cili i trash plagët, krijon prodhimin e disa enzimave, të cilat e vonojnë. Silbeni ka një aftësi fantastike. Dhe natyrisht ka dhe efektin e përmirësimit edhe në pjesën e kohës në të cilën ne presim të shërohet një plag. Por si duhet përdorur dhe cilat janë hapat e përdorimit të tij. Natyrisht, si të gjitha produktet e tjera farmaceutike, kanë dhe ato radhën e tyre të gjithmonë një plag, duhet që të pastrohet mirë, të hiqen indet e vdekura, të hiqen indet nekrotike dhe pastaj fundi fare është aplikimi me silben. Shiko, të shkruara ka shumë. Domethënë silbeni është një produkt i gjatë në treg. Në Shqipëri është unikali me përmbajtje argjendi dhe me oksidin e titaniumit dhe kjo e bën krejt të veçantë për tregun tonë. Së dyti, është me garanci dhe me siguri absolute në përdorimin e përditshëm. Është zgjedhja ime e parë në të gjitha plagët diabetike. Dhe së dyti, ajo që e bën edhe më të rëndësishme dhe më me vlerë si produkt, është fakti sepse ai është një produkt që mund të përdoret dhe në plagët që kanë lagështirë, po dhe në plagët e thata. Është një produkt i thjesht, është një produkt që duhet mbajtur në shtëpinë e çdo personi, në paketën individuale të ndihmës së shpejtë që ne kemi, për këto arsye që tham. Është i thjesht, është parandalon, por dhe krijon një terren shumë të mirë të mjekimit të plagëve dhe ndotjet mikrobike. Dhe e treta, çfarë duhet të them, krahasuar me antibiotikët, me sprajtet me antibiotik. Natyrisht në treg ka sprajte me antibiotik pafund. Çfarë e bën këtë të veçantë? Një sprajt me antibiotik, një krem me antibiotik në mjekimin e plagëve nuk duhet përdorur më shumë se sa një javë. Për arsye të vetë ambientit që krijohet dhe humbet më aftësia për të luftuar mikrobin. Këtu kemi një luftë midis një mikrobi dhe një metali dhe një grupi, kështu që kjo është një luftë e përjetshme, të cilën do ta fitojnë gjithmonë ata që janë më të fortë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për shpjegimin tuaj. Unë do të flas sot për përdorimet e acidit hyaluronik në problemet e artikulacioneve dhe kryesisht të osteoartrozës. Po ç'është acidi hyaluronik, kush është roli i tij natyral në artikulacione, apo edhe cilat janë përdorimet e tij në sëmundjet reumatizmale dhe kryesisht të osteoartrozës. Acidi hyaluronik është një produkt natyral, polisarid natyror që gjendet në lëngën sinovial të çdo artikulacioni. Ka një funksion të shumëfishtë, në fakt, lubrifikant, amortizues, redukton fërkimin e artikulacioneve. Ai përdoret për trajtuar osteoartrozën dhe në artritin reumatoid, sepse dihet që edhe në artritin reumatoid mund të mbivendoset një artrozë si pasojë e procesit inflamator dhe gjithashtu ndikon edhe në reduktimin e dhimbjeve apo dhe rritjen e lëvizshmërisë. Atëherë, kush është mekanizmi i veprimit të acidit hyaluronik si natyror, ashtu edhe në acidin hyaluronik të shtuar që do flasim. Atëherë dihet që në osteoartrozë ndodh një paksim i likidit sinovial, ose atë që thot populli që përdorin shumë mjekë, në fakt kur ja shpjegojnë pacientëve që më është tharë lëngu i gjurit. Ka dhe raste që si pasojë procesit inflamator, artikulacioni i gjurit apo të gjithë artikulacionet mund të shtojnë likide në osteoartrozë. Po kjo nuk do të thënë që nuk është artrozë. Pra zakonisht kur ndodh proces inflamator, artikulacioni është i thatë. Dhe kur flasim për artikulacionet të osteoartrozën, unë gjithmonë kam parasysh osteoartrozën e gjurit, pasi është artikulacioni që preket më shpesh nga artroza, edhe si pasojë edhe të funksionit dhe të peshmbajtjes që ka.
Dhe artroza sot është një problem shumë i madh global, si në aspektin shëndetësor, ashtu edhe në aspektin financiar. Derdhen buxhete shumë mëdha sot për mjekimin e artrozës. Gjithashtu, me anë të acidit hyaluronik përmirësohet viskoelasticiteti i likidit sinovial. Acidi hyaluronik, si i shtuar apo edhe ai natyrali, ka edhe efekte antiinflamatore. Janë bërë studime të shumta, i do flasim, do i përmendim disa, dhe është parë që përveç efekteve që përmirësojnë viskoelasticitetin apo edhe veprimin lubrifikues, ka dhe efekte antiinflamatore. Dhe kjo arrihet kryesisht me efektin që acidi hyaluronik vepron në qelizat C44 që reduktojnë inflamacionin. Gjithashtu edhe ka dhe efekte kontrprotektive, çfarë do të thënë, që acidi hyaluronik edhe i shtuar stimulon kondrocitët për përmirësimin e sipërfaqes artikulare. Gjithashtu një funksion tjetër acidi hyaluronik është dhe ai që quhet transport nutrientesh. Acidi hyaluronik vepron edhe ka rol edhe në degradimin e produkteve fundore të likidit sinovial, pasi dihet që në artikulacion nuk ka enë gjaku. Dhe aty kemi dhe degradim nutrientesh në likidin sinovial. Dhe acidi hyaluronik thuhet që ka veprim. Indikacionet kryesore i thamë është osteoartroza, kryesisht artikulacionit të gjurit, po mund ta përdorim edhe në artrozën e artikulacionit kohës femoral. Është çik procedurë pak më ndërlikuar, pasi për të bërë një infiltracion në kokës femoral duhet minimalisht një ekografi për të parë se ku do ta çojmë injeksionin, pasi artikulacioni kohës femorale është artikulacioni i thellë dhe nevojitet patjetër një ekografi. Kurse gjuri është më sipërfaqësor, më i arritshëm, nuk është gjithmonë e nevojshme një ekografi për të bërë një infiltracion të gjurit. Gjithashtu, indikacion acidi hyaluronik ka dhe në infiltrimin e artikulacionit scapulohumeral. Është artikulacioni i arritshëm, ka pikat ku mund të injektojmë, mund të bëhet si përqasje anteriore dhe posteriore. Kryesisht për gjurin bëhet përqasje laterale, po mund të bëjmë edhe mediale. Janë smundje degenerative të artikulacioneve, pra thamë si artrit reumatoid dhe osteoartrozë, dhe gjithashtu është një alternativë ndaj kortikosteroidëve intraartikular. Është një debat shumë i madh që ka kohë që bëhet në fakt për injektimin e kortikosteroidëve ose të triamcinolonit në gjuhë apo edhe në artikulacione të tjera. Është parë me studime që injektimet e shpeshta të kortikosteroidëve në artikulacione ka një efekt negativ afatgjat, pasi thuhet që hollon kartilagon e artikulacionit. Dhe me literaturë nuk rekomandohet më shumë maksimumi 2 herë në vit një infiltracion me kortikosteroid. Dhe infiltracionet me acid hyaluronik janë një alternativë shumë e mirë e kortikosteroidëve. Atëherë teknikat, i thamë artikulacionit ku mund të infiltrojmë. Për frekuencën e dozave dhe numrin e dozave, do t'i shohim çik më vonë kur do shikojmë gjithë formë dozat, por nëse ne do bëjmë infiltracione që do bëjnë një herë në javë për 5 javë rresht, mund të përsëriten çdo 6 muaj, kurse acidi hyaluronik me peshë molekulare më të madhe mund të përdoret një herë në 6 muaj deri në 2 herë në vit. Gjithashtu ka dhe masa paraprake dhe kujdes mbas infektimit. Çfarë janë masat paraprake? Do të kemi shumë kujdes kur infiltrojmë nëpër artikulacione, pasi efektin ansor më të madh një infiltracion intraartikular ka artritin septik. Dhe sado që të përpiqesh sikur ta bësh lege artis, një herë në 1000-2000 infiltracione mund edhe të ndodhi një artrit septik. Kështu duhet të kemi shumë kujdes në përgatitjen e artikulacionit, masat antiseptike, asnjë gjë nuk duhet prekur me lëkura para infiltracionit, nuk duhet preket kur me dorë, dhe thuhet as me dorez. Përcaktohet vendi i injeksionit si me pika, ashtu edhe me ekografi, me doreza sterile sigurisht, bëhet pastrimi i vendit me betadinë dhe me alkool, dhe pastaj pa e prekur infiltrohet.
Kurse kujdes tjetër mbasi një injektimi nuk është se do ndonjë kujdes shumë të madh. Unë për vete i rekomandoj, apo edhe sipas atyre që kam lexuar, që një pacient që bën një acid hialuronik duhet paktën të ri 2 orë shtrirë në shtëpi dhe mund të lëvizë edhe ekstremitetin ku është infiltruar. Dhe pastaj mund të vazhdojë dhe të bëj jetë zakonshme dhe mund të ecë domethënë 2 orë mbas infiltracionit. Atëherë sepse në fakt ka edhe kontradita edhe domethënë për efektet pozitive, se efektet negative nuk ka edhe të infiltrimit me acid hialuronik dhe ku janë bërë studimet sot. Atëherë studimet janë bërë e përmirëson apo jo dhimbjen. Nuk është parë ndonjë përmirësim spektakolar i dhimbjes mbas një infiltrimi me acid hialuronik, megjithatë në matën e dhimbjes me vaskorin është parë një përmirësim i moderuar i dhimbjes në pacientët me osteoartrozë. Gjithashtu është parë edhe një përfitim në funksione apo edhe në lëvizshmëri të artikulacionit. Dhe kjo është marrë edhe nga raportimi i pacientëve. Maksimumi që zgjat një infiltrim me acid hialuronik mund të jetë 2, 3 deri në 6 muaj që mund të përfitohet si në lëvizshmëri ashtu edhe në funksion apo edhe në dhimbje. Studime të tjera janë bërë për seleksionimin e pacientëve, atë kush janë pacientët do përfitojnë nga një infiltracion me acid hialuronik. Atëherë thuhet që pacientët me stadie të avancuara të osteoartrozës nuk përfitojnë nga infiltrimi me acid hialuronik. Atëherë duhet marrin pacient me osteoartrozë fitosare dhe të moderuar. Nëse ne kemi një artikulacion që nuk ka më kartilago dhe aty ka ngushtim shumë të madh të sipërfaqes artikulare, edhe acidi hialuronik nuk është se ka ndonjë përfitim. Gjithashtu studime bëhen edhe me diferencat mbi formulat dhe protokollin e injeksioneve në protokoll. Atëherë është parë, krahasohen janë formulat me acid hialuronik me peshë molekulare të madhe nga 60 deri në 80 më të mira apo edhe duke krahasuar me formulat me peshë molekulare më të vogël. Dhe sigurisht është parë që formulat me peshë molekulare më të madhe kanë efekt më të mirë. Gjithashtu studime bëhen edhe krahasimet midis acidi hialuronik kortikosteroide apo edhe me placebo. Është bërë studim për shkak që injektohet NaCl dhe acid hialuronik dhe është parë që efekti i dhimbjes dhe i funksionit është më i mirë goxha në pacientit që përdorin acid hialuronik. Gjithashtu studime bëhen edhe mbi efektet mekanike versus biologjike. Pra, efektet mekanike të rritet viskozitetit me efektet biologjike, domethënë kemi ulje të inflamacionit apo jo. Dhe është parë që këtu ka edhe ulje të inflamacionit, vepron edhe si antiinflamator, përveç se analgjezik. Efektet anësore e thamë i rëndësishme artritis septik ndodh shumë rrallë dhe nuk ndodh për faj të acidit hialuronik, por ndodh vetëm si rezultati i mos përgatitjes mirë të pacientit dhe të prishjes të antisepsis. Gjithashtu mund të japë alergji. Efekti në fakt anësor më i rëndësishëm kur bëjmë acid hialuronik është një dhimbje që zgjat maksimumi 2 deri në 3 ditë. Dhe kjo është parë që ndodh deri 20-30% pacientë, por kjo nuk është për shqetësuar. Ne do shqetësohemi kur pacienti fillojnë dhimbja 1 javë deri në 2 javë mbasi e infiltrojmë. Pasi aty do dyshojmë për artritis septik, kurse nëse dhimbja fillon 2-3 ditë mbas injektimit, atëherë nuk është për të shqetësuar, thjesht mund të shtojmë një antiinflamator shtesë dhe kaq. Nuk rekomandohet tash jo se do i bëjë ndonjë dëm, po që nuk është se ka kosto efektivitet. Pacientit i harxojmë goxha lek dhe nuk është se arrim ndonjë rezultat në artroza shumë të avancuara. Atëherë ne kush është produkti jon që po flasim për është Sinarti, është një acid hialuronik që tha me efektet e rëndësishme që përmendëm. Ndihmon në reduktimin e dhimbjes, përmirësimin e lëvizshmërisë dhe mbrojtjen e kartilagos artikulare. Kush janë avantazhet, redukton dhimbjen, përmirëson funksionin, ka efekte të qëndrueshme dhe zoglon nevojën për barna kundër dhimbjes dhe kjo është e rëndësishme. Pasi është parë kohë, domthonë gjithë kohën në fakt që shumica e reumatologëve përdorin antiinflamator pa ndalim, domthonë përdorin antiinflamator sikur janë duke mjekuar artrit reumatoid. Pama sipas rekomandimeve një pacient me artrozë nuk duhet përdorim shumë se 4-5 ditë maksimum një javë në muaj antiinflamator dhe këto të përdoren vetëm kur pacienti është acaruar, sepse asnjë efekt modulator në antiinflamacion nuk kanë antiinflamatorë diosteroid, gjithashtu edhe kortizonikët. Kështu që acidi hialuronik është një alternativë shumë e mirë për të ulur medikamentet antiinflamatore që ne përdorim nga goja, pasi e dimë efektet anësore të antiinflamatorëve, si në problemet gastrointestinale apo edhe kardiovaskulare.
Gjithashtu, çfarë do të thënë alternativë jo kirurgjikale për pacientin ose artrozë. Thash mund të përdorë në rastet e fillimit të artrozës dhe stadet e moderuara. Ama nëse kemi stadet avancuara, nuk mund ta ndalojmë dot për të bërë ndërhyrje kirurgjikale. Ama ne mund ta shtyjmë nevojën për operacion edhe me vite, nëse përdoret në mënyrë të rregullt acidi hyaluronik. Dozat i thamë, kujdes pas injektimit, do të tregoje çik edhe formdozat, në fakt, që ka 5 formdoza. Acidi hyaluronik ka kohë që shfutur në tregjet shqiptare, por në përgjithësi çdo firmë që i ka futur ka vetëm një formdozë, maksimumi 2. Ato që kanë qarkulluar deri tani, jo Sinarti, po firma të tjera janë 64 mg dhe 18 mg. Ma këtu kemi 5 formdoza të ndryshme, është i vetëm një treg që ka një formdozë 8 mg. Dhe kjo është me peshë molekulare shumë madhe dhe mund të përdoret vetëm një infiltracion në vit. Mund të përdoret edhe një herë në 6 muaj, por në rastet me artrozë filosare mund të përdoret edhe një herë në vit ose një herë në 6 muaj. Pastaj kemi 60 mg. Ky përdoret 2 infiltracione në vit, pra mund ta bëjmë një tani, mund ta bëjmë një pas një jave. Gjithashtu kemi formdoza 40, 30, 24 dhe këto përdoren 3 infiltracione për 40 dhe 5 për 24 dhe 30, por me 24 dhe 30 dhe mund të përdorim edhe për artikulacionet më të vogla siç është shpatula apo edhe bryle apo edhe radiokarpalit mund të përdorim me gjysmën e dozës. Faleminderit. Para se ta mbyllim dhe të shkojmë për një break këtu në cateringun e ofruar nga ERA, do kisha dëshirë, meqense folëm për 3 produkte të kompanisë Epsilon Health, do kisha dëshirë të ftoja për një fjalë përshëndetse të shkurtër fare CEO-n e kompanisë Epsilon Health, Zotin Nestoras. Mr. Nestoras, if you wish to greet the audience and to make a little summary of the prestigious company Epsilon Health. Thank you for coming. Okay. Okay, I don't need. First of all, do you speak English? The majority, okay. I am from Thessaloniki, Solunska, I don't know in every country. I have a lot of Albanian neighbors because we are closer than we believe, and all of us belong to and some of you have the age of my children, and as a scientist, you are the future of the society, of our societies. It's very important to know. As a company, we develop our products in our, with our internal department, and we want to have scientifically proven products in order to protect humans' lives, to do better. Everybody is giving a fight in difficult conditions, and I know very well. And sometimes scientists are doing a fight in more difficult than others. But okay, this is life. We have to do good products to make humans' life better. And everybody, consider COVID period, had a great view in medicine. So for me, I'm very glad to be here with you, because I graduated from a university like this in Greece. I'm a biologist. I post-graduated in biochemistry. And I wish to all of you to see you another time with other meetings, with other our products. But our products, you have to know, have a great scientific proof. And we don't put products in the market just for profit. First of all is human life. Thank you very much. Faleminderit shumë